Mirë mbrëma të gjithëve, po e shihni që sonte po zhvillohen disa komunikime të monologje në fakt të një partie e cila ka 51%, e cila për 4 muaj rresht, duke ditur që zgjedhja e presidentit vjen në muajin mars-prill, nuk ka zhvilluar bisedime, nuk ka gjetur zgjidhje për ta pasur ne sonte presidentin, për të pasur Republika e Kosovës president. Po në vend të kësaj kemi parë një show një partijak, të cilin e ka realizuar kryeministri dhe kryetari vetëvendosjes me qëllimin e vetëm për ta çuar vendin në zgjedhje. Ai di arsyet më mirë se çdo kush tjetër pse e ka bërë këtë, por e ka bërë, e kemi parë të gjithë. Ja kemi ofruar mundësinë që të negocioj, kemi marrë pjesë në dialog, kemi dhënë gjithçka që është e mundshme për mi dhënë vendit president, por kur i ke 66 vota, të mundësohet edhe një arrogancë që tenton ta shëmbësh edhe demokracinë e shtetin i cili është ndërtuar për shumë vite me radhë. Prandaj sonte po e shohim me lehtësi duke luajtur me fjalë se çka ofron ai e çka ofrojnë partitë e tjera. E ka vënë veten përballë partive të tjera dhe po synon të realizoj seanca të cilat përveç se janë synim për ta rënuar demokracinë edhe rendin kushtetues, ai po orkestron një arrogancë të tërë ndaj sistemit të ndërtuar kushtetues. Po ndërton raste për të quar raste në kushtetuese dhe për të fituar hapësirë ekstra edhe për të ardhur tek zgjedhjet e reja në kohën dhe momentin të cilin ai po e synon. E pam edhe dëgjum, unë e di që ju keni pyetje, po një gjëje dëshiroj t'i jap përgjigje tani. Ne kemi dhënë mbështetjen tonë partijake në mënyrë unanime, 15 nënshkrime për kandidatin e LDK-s. Prej fillimit e kemi bërë të qartë që presidenti i Republikës Kosovës zgjidhet me marrëveshje politike ose me konsensus. Të dyja ja kemi dhënë si mundësi, duke përjashtuar veç një mundësi që e imponon dikë. Dhe atë e kemi sot. I po imponohen kandidat, herë me shumë vota, herë kandidat me 0 vota. Ky është i njëjti kryeministër që ka thënë nuk qes kandidat partijak, edhe që i ka qitë 2 kandidat partijak. Ky është kryeministri që ka thënë nuk qes njerëz me më pak vota se që kemi ne, sot i ka kandidate njerëz me 0 vota. Që kjo është realiteti, që kjo është ftyra e vërtet e një kryeministri të pasinqert që lun me institucionet e Republikës së Kosovës. Modeli ma konkreta do ta pranojnë ofertën e zotit Kurti që është bërë me në të sjellë pasojë nënshkrime. Edhe nëse nuk i kanë, ta ne do të ndihmojmë të plotësojmë. E para, i kemi 15 nënshkrime për kandidatin që LDK-ja merr vendim. Kryetari Abdi Gjiku ka thënë që mund të jetë Vjosa Osmani dhe në këtë rast asnjë dyshim nuk e kemi. Do me thonë na hiç nuk kemi dilema. Ajo që kemi dilemë është që ftesa ishte për me e bo një kandidate të dytë dhe me ja mundësu kandidatës së vetëvendosjes me u zgjedh presidenti e Republikës Kosovës. Çka jemi të bona me ja dhanë votat një kryeministri për me i kap krejt shtetin e Kosovësa, krejt institucionet, nuk ja ka dhanë populli, s'mundemi me ja dhanë na. Nuk ja ka dhanë me pas presidentin e Republikës Kosovës, prandaj nuk mundet me pas. Edhe kjo duhet me qenë e qartë për vetëvendosjen, s'mundet mi pas institucionet dhe s'mundet me pas krejt shtetin e Kosovës. 15 nënshkrimet tona shkojnë për kandidatin ose kandidaten që LDK-ja mund ta kandidoj. Po jo si kandidatet të dytë qysh po thot, jo në kushtet e Shikoni, 4 muaj ka pas kohë, kemi dhënë gjithçka. Këto janë drama të momenteve të fundit për me kriju përshtypje që ka ende hapësirë. Nuk e di nëse edhe ju besoni që shteti jonë edhe kjo çështje është aq pak e rëndësishme sa që të mos kishim investuar shumë më herët kohë për të gjendur zgjedhjet më të mira. Duhet
zgjedhja e presidentit, zgjedhja e institucioneve të Republikës Kosovës është çështje serioze e cila kërkon një marrëveshje politike që duhet kohë me negociu edhe me gjetë kandidatin ose kandidatën më të mirë për Republikën e Kosovës. Edhe kjo është e qartë, urna. Kryeministri Kurti ironizoi kjo edhe me numra të përmendë edhe kolegu që ndoshta i kanë 14, ndoshta 13, edhe ironizoi kjo edhe me datën, tha që e keni bërë datën e parëdijeshit, duhet data e sotit nëse vetëm eventualisht marren pjesë. A refuzoni, a i bie kjo që refuzoni për me qenë kandidatja juaj e dyta në listë? Jo. Po. E dyta në listë, do me thonë, a refuzoni kërkesën e Kurtit edhe nëse bërë një marrëveshje politike dhe ju ftojmë të qenë kandidatja juaj e para, a do të uleni për të... Ne i kemi 15 nënshkrime për kandidatin ose kandidaten që mund të jetë zonja Vjosa Osmani, unike në një listë. Absolutisht asnjë dilemë nuk është. Po. Emra pra, nëse veç janë ndeshët nga deri në orën 23 nëse ka hapësirë, mi propozoj ju 2 emra edhe me mund të gjenë kandidatin që ju dëne. Absolutisht kjo është një ditë ose natë tepër e rëndësishme. Kemi bërë gjithçka që kemi mundur për t'i dhënë Kosovës president. Prandaj shohim edhe në orë në vazhdim, është fatkeqësi që ai që i ka 66 vota dhe pyetja është kjo, a jep ai 66 vota për kandidatin ose kandidatën e LDK-s? Kjo është pyetja më e rëndësishme. Porositi gazetarëve më janë drejtu. Deri në shkrimet, hajde bisedojmë për 66 vota. Hiç pa. Ne në këto momente ai kemi 15 nënshkrime pa asnjë dyshim. Faleminderit shumë.